Qytetari Malisheve se vlerëson shumë punën, korreksin, dinitetin. Pse këtë herë as ballotash nuk shkove? I fitove pa ballotash? Po jetën, qytetari Malisheve se vlerëson shumë punën, korreksin, dinitetin dhe bashkëpunimin mes qytetarëve. Prandaj të gjitha këto kriteret ne kemi zbatuar gjatë qeverisjes tonë katërvjeçare. Jemi munduar që çdo ditë të jetë e mbushur me aktivitete, të jetë e mbushur me punë. Prandaj projektet të cilat i kemi realizuar në Malisheve, që moto e jon ka qenë Malisheve urbane, e që kemi realizuar pothuajse gati në tërësi këtë ide, mirë po tash vazhdon pjesa e dytë e Malishevës urbane. Do të vazhdojmë me tutje që Malisheva të jetë një qytet. A muj me të pyta ka pas ndikim, a ka qenë faktor që ti mos me him ballotash për afrimin që ndodhi me vetëvendosjen? Jo, nuk besoj kjo. A ka pas ndikim me të pyta edhe fakti që nuk kandidoi Isni Kilaj, po e qytë një kandidat tjetër? Ndoshta nuk i di faktorët të cilat kanë ndikuar, mirë po ne di që njëri prej faktorëve kryesor është puna dhe aktiviteti jonë për çdo ditë që kemi bërë atje. T'ju them të drejtën, jeta që ne kur nuk kemi apo nuk kemi qëndruar në zyret tona e rahat, pa i përmbush detyrat ditore edhe pa i përmbush aktivitetet tona javore dhe mujore, edhe gjithmonë raportet tona mujore kanë rezultuar me realizim të Pyta për Isni Kiljen, a ka ndiku fakti që s'ka kandiduar Alban Krasniqi për shembull? Se gjithmonë është pikërisht Isni Kilja tani për fat keq të tij, të familjes tij mirë, po edhe për fat keq tonin tani më gjendet në gjykatën e Hagës. Atje shpresojmë dhe dëshirojmë që sa më shpejt jo vetë Isni po edhe liderët tonë të cilët e ka themeluar dhe kanë udhëhequr shtetin të kthehen. Po të pyeta për Alban Krasniqin e vetëvendosjes. A mendon që faktor për zgjedhjen tonë pa ballotazh është edhe mos kandidimi Alban Krasniqit? Nuk dua që ti potencoj emrat këto, mirë po e di që ndoshta edhe kandidaturat e tilla më kanë mundsuar që të kaloj pa ballotazh. Mirë po megjithatë para po them që pjesa më e rëndësishme dhe pjesa më kruciale e këtij procesi është puna, është bashkëpunimi me qytetarët, transparenca që kemi pas me ta,